Përshëndetje shikues të nderuar, në fillim ju informoj me ngjarjet e ditës së sotme. U përurua libri post-mortum arsimi fillor dhe i mesëm në komunën e Prizrenit 1945-1999 me tekst të veçantë në vitet 1990-99 në Met Shatri. Nënshkruhet marrëveshja për projektin zhvillimi i shtigjeve për turizëm, kulturë dhe rekreacion në Kalan e Prizrenit. Hajde, ditët me fat mbëritën! Për më shumë momente, hajde në Neptun! LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 349 euro. Rroba luarse Beko 9 kg 1400 rrotullime me super çmim 279 euro. Kondicioner Fuego inverter 12000 BTU A+++ për vetëm 279 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 49%. Nga 12 deri më 15 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë. Në një vjetorin e vdekjes është përuruar libri post-mortum, arsimi fillor dhe i mesëm në komunën e Prizrenit 1945-1999 me tekst të veçantë në vitet 1990-99, dorëshkrimi lënë nga indjeri Met Shatri. Në amfiteatrin e Universitetit Ukshin Hoti në Prizren, të shtunën u promovua libri post-mortum, arsimi fillor dhe i mesëm në komunën e Prizrenit mes viteve 1945-1999 me tekst të veçantë në vitet 1990 deri 1999 nga autori profesor Met Shatri. Redaktori i librit Skender Susuri theksoi se ky libër bart rëndësi të madhe, pasi një pjesë e madhe të dhënave rreth shkollave dhe arsimit fillor e të mesëm në Prizren publikohen për herë të parë. Ndërhyrjet të cilët i kumbohen si redaktor janë shumë simbolike, sepse profesori ka arrit deri në kapitullin e 8 me punu vetë librin. Ndërhyrjet tona kanë qenë, ta quaj ashtu më shumë, teknike ose formale, dhe në kapitullin e 9 ne kemi ndërhy, sepse profesori nuk ka arrit kapitullin e 9 të mbyll. Dhe në kapitullin e 9 ne jemi bazue në shumicën e rasteve me materialet të cilët i kemi marrë nga libri Bajram Shatrit, zhvillimi i arsimit të mesëm në Kosovë. E kemi citu dhe kemi vendos fusnot. Libri ka shumë rëndësi dhe fiton në peshë sepse një pjesë të madhe është për herë të parë publikohen, në veçanti tabelat, numrat e nxënësve, të personelit, struktura kualifikuese mësimdhënësve, shtëpitë shkolla dhe gjitha të dhënat që kanë të bëjnë me arsimin, në veçanti me theks veçantë periudha nga viti 90 deri në vitin 99, periudha më e vështirë, më e rëndë për shkollën shqipe, kur Serbia ishte vërsul me gjitha mjetet, me gjitha mekanizmat e vet, jo vetëm me zhbon shkollën shqipe, po edhe me serbizu Kosovën. Recenzenti i këtij libri, profesor Dr. Fadil Kryeziu, u shpreh se puna e profesorit Met Shatri në këtë libër bën që historiku i arsimit në Prizren të mbjetojë për shekuj të tërë. Një libër që mbetet dhe do të mbetet për vite, ndoshta edhe shekuj në kujtesën tonë. Ka një sentencë që thuhet se popujt që nuk e ruajnë historinë e vet ose shkruajnë historinë e vet, janë të dënjuar të shuhen. Puna e Met Shatrit në këtë drejtim ka bërë që historiku i arsimit shqip në Prizren të jetë i veçantë dhe të mbijetoj ashtu siç ka mbijetuar tutje. Të nderuar, arsimi fillor dhe i mesëm komunën e Prizrenit me tekst veçantë në vitet 1990-99, i autorit Met Shatri përfaqëson një vepër dokumentare me rëndësi të veçantë historike dhe edukative, që hedh dritë mbi një nga periudhat më sfiduese për arsimin shqiptar në Kosovë. Përmes një ulëmtimi të kujdesshëm dhe një përkushtimi të theksuar ndaj të së vërtetës historike, autori ka ndërtuar një dëshmi të vlefshme për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm mbi qendresën arsimore dhe përpjekjet heroike të mësuesve, nxënësve, prindërve në Prizren dhe më gjerë përgjatë viteve të okupimit 1990-99. Miku i autorit të ndjerë Met Shatri, profesor Hasan Hoti, foli për jetën dhe punën e autorit. Meta ka pas një jetë të mjaftuar shumë dinamike, për kryer. I ka kaluar të gjitha fazat, sidomos në arsim, prej mësuesit e deri te autor i teksteve. Vetëm profesor universiteti s'ka qenë. Edhe ka merituar.
Meta ka qenë jashtëzakonisht i sinqert, i drejt, edhe i qetë, i urtë, që unë se kom pasat qetësit ti, unë ka shpëtur në shumë rast. Shpesher vinin me plot ngarkesa njerëz të ndryshëm për me kriju situata të emi ashtu të padëshërueshme, falë Metës si kemi të kaluar shumë situata. Dhe unë pak para bisedova me bashkëshortën e Metës. Meta e ka kryu një mision vetë. Dhe edhe familja, po edhe ne, shokët e tij duhet me qenë krenar për atë që ka bën dhe atë që kalon pas. Libri Arsimi fillor dhe i mesëm në komunën e Prizrenit 1945-1999 me tekst të veçantë në vitet 1990-1999 i autorit Met Shatri përfaqëson një vepër dokumentare me rëndësi të veçantë historike dhe edukative që hedh dritë mbi një nga periudhat më sfiduese për arsimin shqiptar në Kosovë. Ndryshe, Met Shatri, i zyrtari i drejtorisë së arsimit në Prizren dhe antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka ndëruar jetë saktësisht një vit më parë me 14 qershor të vitit 2024. Ai ishte një figurë e njohur dhe respektuar në komunitetin e Prizrenit, i cili për vite me radhë kontribuoi në zhvillimin e arsimit dhe shërbimin ndaj qytetarëve. Ai do të kujtohet për virtytet e tij të larta, profesionalizmin dhe përkushtimin e tij ndaj çështjeve kombëtare dhe komunitetit. Është nënshkruar marrëveshja e bashkëfinancimit mes komunës së Prizrenit dhe Ministrisë së Zhvillimit Rajonal për projektin zhvillimi i shtigjeve për turizëm, kulturë dhe rekreacion në Kalan e Prizrenit. Nënkryetari i komunës së Prizrenit Kujtim Gashi ka nënshkruar marrëveshjen e bashkëfinancimit me zëvendës ministri në detyrë të zhvillimit rajonal Eldin Uglari për projektin zhvillimi i shtigjeve për turizëm, kulturë dhe rekreacion në Kalan e Prizrenit. Ky projekt synon të forcojë potencialin turistik të qytetit përmes përmirësimit të infrastrukturës për vizitorët, duke krijuar shtigje të reja që mundsojnë eksplorimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore të Kalas së Prizrenit. Sipas autoriteteve lokale, investimi do të ndikojë drejt për drejt në rritjen e numrit të vizitorëve, përmirësimin e përvojës turistike, si dhe ruajtjen e vlerave historike të një prej pikave më ikonike të qytetit. Ky është një hap konkret drejt zhvillimit të qëndrueshëm kulturor dhe ekonomik të rajonit ton, u shpreh në kryetari Gashi pas nënshkrimit të marrëveshjes. Kompania rajonale ujësjellësit Hidroregioni Jugor në Prizren ka bërë të ditur se kanë filluar punimet në realizimin e projektit. Ndërtimi i klorinatorit te 40 burimet në Prizren, realizimi i këtij projekti, të financuar nga Kompania Rajonale Ujësjellësit Hidroregioni Jugor në vlerë mbi 63.000 euro, do të rrisë sigurinë e kualitetit të ujit të pijes, shkrua në njoftimin e kësaj kompanie. Në Pallatin e Rinisë po mbahet panajiri i 25 i librit Prishtina 2025, i cili po mbahet nga data 11 deri me datën 15 qershor. Ekipi ynë ka qenë atje dhe ka zhvilluar disa intervista. Si event, është i arsyeshëm, është i nevojshëm, mirë po si vjetë, ose ma mirë të them çdo vjet e ma tepër, po zvoglohet numri i pjesëmarrësve, i prezantuesve të shtëpive botuese në panajire, edhe me shumë keqardhje, po e them që edhe numri i vizitorëve, rrjedhimisht lexuesve, gjithnjë më pak është në vizitë sipër. Është një mu që ma vrajti syrin, shumë pak familjar, familje, kanë marrë fëmijët e vetë me arë në panajir, me fëmija ta shef, ta prek librin, ta shijoj librin. Këtë trend i ramjes duhet të korrigjohet, duhet të ndryshoj. Për ndryshe, është shumë keq për të ardhmen, edhe të kombit, edhe të shtetit, sepse vetëm me libër, vetëm me lexim, mund të ecim përpara. Kam marrë në panajer këtë se vi çdo herë, marrë ndonjë libër që është shumë interesant për shembull, se unë kam lexuar mjaft libra, po megjithatë kam një bibliotekë në shtëpi që e pajisi me libra të reja, dhe kam dalë edhe njëkohësisht për ta reklamuar edhe librin me shkrimet të Ukshëlotit, i cili po na mungon. Kjo është një libër 684 faqe, është një libër, këto janë shkrime krejt Ukshinit, unë s'kam bërë asnjë shkrimtimin, vetëm sa i kam kopju shkrimet e tij,
të shkruara me makinë, shkrimet të shkruar me lapë, se me dërë, edhe i kam grumbullu këtu, i kam rujt 5 vjetë në dhe, gjatë luftës 2 vjetë dhe 3 vjetë pas luftës, edhe i kam botuar, i kam shtyp në kompjuter, edhe i kam botu këtu në 684 foqe, por nuk janë të gjitha këtu. Kam edhe shkrime tjera të pa botuara. Po unë mendoj për gjepin timin përballoshme, po edhe kishte zbritje, kishte zgjedhje boll. Ka shumë që kemi lexuar, por edhe kishte të reja, kishte... Çka morë? Unë masakra ndodhi në Korçë të Ibrahim Kadreut, Fatimja, të mora pjesë edhe në promovim të librit. Unë mendoj që organizimi i panajirit të librit ishte në nivelin e duhur, mirë po ishte vështirë mu përqendrua se cilat drejtime, sepse ishin shumë botime interesante, të gjitha drejtimeve letrare, sidomos kishte edhe ato dokumentare të cilat janë me rëndësi të veçantë. Edhe kostoja e çmimeve, çmimet ishin herë vane të përballueshme edhe të lira, po dikun edhe shumë të lira. Unë mendoj që asnjëherë më parë në kaluar nuk ka pas botime dhe libra kaq shumë në gjuhën shqipe, po edhe në gjuhë tjera. Mirë po fatkeqësisht lexues ka shumë pak në krahasim me librat. Panajiri ishte i organizuar mirë, ka titull interesant, por fatkeqësia që pak lexojmë. Unë rrita gjej disa tituj që i kërkova, kryesisht të administrime sepse jam historian, por është e dhëmshme që libri rrin nëpër sirtare, nuk shkon te lexuesi. Kuptohet që ndoshta edhe teknologjia është e shtrenjtë tash për botimin e tyre, po ndoshta kishte më qenë shumë më mirë sikur çmimi ishte më arsyeshëm për ata që duan të lexojnë, e që të kanë mundësi ta kanë librin në dorë se sa të rrinë nëpër librari e mos shitet. Ashtu mendoj që kishte qenë më mirë që të jetë më çmimi më arsyeshëm. Në kuadër të panajirit të librit në Prishtinë është bërë përurimi i botimit të pjesës së parë të romanit Fatimja nga autorja Fatme Kalimashi. Për të pasur një pasqyrë më të qartë dhe një ide themelore të zhvillimit të ngjarjeve të romanit, po edhe kushëzimin fillestar për një udhë të tillë të cilën personazhi kryesor detyrohet ta marrë, edhe pse nuk ishte dëshira dhe vullneti i saj, por ishte vendimi i momentit, i mentalitetit dhe i nivelit të zhvillimit, i zbatimit të traditave dhe zakoneve të një kohe të caktuar të familjeve tona në përgjithësi. Pra, ngjarja e romanit fillon me vendimin e prindërve për martesën e vajzës së tyre, duke zbatuar traditën dhe zakonet e kohës, të cilat sa as personazhi nuk ka mundësi dhe fuaz t'i kundërshtoj, përkundër dëshirës dhe vullnetit, përkundër përgatitjes psiqike që të ndjek një rrugë tjetër, pra atë të shkollimit, sepse veten e mendonte se ashtu do të mund të krijonte një jetë më të mirë. Romani Fatimja i autorës Fatime Kalimashi është vetë jeta e autorës, kujtimet dhe guximi i saj i rrallë për të përballuar çdo dallë të papritur të jetës, e dihet se jeta ka shumë dallë dhe përplasje. Fatimja ka dëshmuar edhe të thënë se nuk ka suksese pa kaluar në vështirësitë e mëdha, ose ma jep një vujtje ta adhuroj një roman. Autorja përmes romanit tregon se tërë jetën ka jetuar dhe vazhdon të jetoj kudzimshëm, ndershëm, tipare këto që e karakterizojnë Fatimen si një grua që është për të marrë shembull të mirë. Fatimja, përveç se ka thyer një tabu, ajo guxoi t'i vërë romanit emrin e vet dhe të tregoj për të gjithë ne se si ndryshojnë gjërat në botën tonë, se si kalojmë nga një botë në një tjetër, se si ndjehemi kur përthyejmë jetën tonë
për të ndruar ndonjëherë me zor një tradit dhe e thënë aq bukur, e shkruar aq bukur me një narracion të rrallë, me një gjuhë shumë të thjeshtë për të dhënë shpirtra të ndërlikuara të botës sonë. Do më lejoni të lexoj një fragment për të shijuar bukurinë e romanit Fatimia të autores Fatime Kalimashi. Në netët e gjata, kur fëmijët flinin dhe gjithë shka pushonte, ajo shikonte dritën e tryezës, mbi pletët e librit të saj, dhe ndjente gjoksin t'i ngushtohej. Lotët i rëshqisnin faqeve dhe nuk mund t'i ndalte. Ishin lotë që e çlironin, lotë që nuk vinin nga frika, por nga plagët e mosvlerësimit. Dhe ndihem shumë nderuar e privilegjuar, me respekt dhe vlerësim të madh. Dua të shpreh minjohën time për gjithë ata që kanë qenë pjesë e këtij rrugtimi dhe kanë kontribuar në mbështetjen e tyre. Romani Fatimia është një thirrje e fuqishme për vetëdjesimin, ndërgjegjësimin dhe respektin e ndërsjellë. Romani nuk është thjesht një rrëfim, por një pasqyrë e jetës reale, e sfidave, e luftës së grave për të dëgjuar zërin e tyre në një shoqëri kur shpesh ndihen të lënë pasdore. Në qendër të romanit qëndron figura një gruaje që nuk dorëzohet përballë vështirësive, por me forcën e shpirtit dhe vendosmërinë e saj kërkon të ndërtojë identitetin dhe imazhin e vet. Fatimia është një simbol i guximit, i identitetit dhe respektit për vlerat e vërteta njerëzore. Ajo na mëson se suksesi nuk matet vetëm me arritje materiale, por me pasurinë shpirtërore, me dashurinë dhe humanizmin që shpërndajnë. Qëta kontarë në mbështetje të grupe vulnerabël dhe Galushka, që është mikat miljohi, miku i humanizmit, i jepet zonjës Fatime Kalimashi me motivacion. Fatime Kalimashi është shembull i jashtëzakonshëm i misionit të heshtur të bamirësisë, dëshmitare e paharrueshme e dashurisë që gjeti shprehjen e vet konkrete në shërbimin e vazhdueshëm ndaj vëllezërve dhe motrave të parë për të braktisur të botës, pa dallim e pa përjashtim race, feje, kombësie apo përkatësie shoqërore. Presidenti Adriatik Gega. Tani ju njoftoj me lajmet nga Kosova dhe rajoni. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka takuar kryetarin e parlamentit të Japonisë Fukushiro Nukaga, me që rast u riafirmua përkushtimi për thellimin e partneritetit. Gjatë këtij takimi, presidenti Osmani theksoi përkushtimin e palëkundur për forcimin e mëtejmë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Japonisë, njofton zyra e presidencës. Bëhet e ditur se në fokus të takimit ishte thellimi i partneritetit dypalësh në funksion të qytetarëve dhe vlerave të përbashkëta. Presidenti Osmani vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të Japonisë për shtetndërtimin e Kosovës dhe shprehu synimin që ky bashkëpunim të zgjerohet dhe të arrijë në nivele edhe më të larta. Ish ambasadori Amerikan në Serbi Christopher Hill nuk pret që SBA-ja të ndërhyjë në zgjidhjen e problemeve në Ballkan përfshir kontestin mes Kosovës dhe Serbisë, siç ka bërë në të kaluarën. Sipas tij, ky rajon nuk është prioritet ditor për SBA-n dhe zgjidhjet duhet të vinë nga brenda. Ballkani është padyshim një punë e papërfunduar në Evropë, por njerëzit në Ballkan duhet të kuptojnë se në pjesë të tjera të botës po ndodhin gjëra të tjera. Ndaj nuk duhet të presin që njerëzit t'i lënë mënjan problemet me të cilat po merren, qoftë në Ukrainë apo në lindjen e mesme, dhe të thonë në rregull Kosovë do të mundohemi të të ndihmojmë me këtë, thot Hill në një intervistë dhe radios Evropa e Lirë. Ai tutje tha se Kosova, ashtu si të gjitha vendet e Ballkanit, duhet vërtet të marrë përgjegjësi dhe të zgjidhë vetë problemet e saj.
Ministri në detyri punëve të brendshme Xhelal Sveçlla ka njoftuar se ka marrë vendim për privimin nga Shtetësia e Republikës së Kosovës për Nikola Vujović për rrezikim të sigurisë sonkombëtare si pjesëtar i forcave policore të Serbisë. Ministri ka pohuar se në kuadër të përpjekjeve sistematike për destabilizim të brendshëm të Republikës së Kosovës, Serbia ka punësuar shtetas të Republikës së Kosovës brenda institucioneve të saj të sigurisë e inteligjencës. Akt ky në kundërshtim me ligjet tona dhe cënimi i sigurisë sonkombëtare. Duke pasur parasysh qëllimet agresive të Serbisë ndaj Republikës së Kosovës, adresimi institucional i rasteve të tilla është jo vetëm një çështje e rendit ligjor, por një domosdoshmëri për mbrojtjen e rendit kushtetues dhe sovranitetit shtetëror. Bazuar në legjislacionin tonë përkatës për shtetësi, aktet nënligjore dhe rekomandimet e institucioneve përkatëse, sot kam marrë vendim për privimin nga Shtetësia e Republikës së Kosovës për Nikola Vujović për rrezikim të sigurisë sonkombëtare si pjesëtar i forcave policore të Serbisë, ka pohuar ministri. U përrua libri post-mortum arsimi fillor dhe i mesëm në komunën e Prizrenit 1945-1999 me tekst të veçantë në vitet 1990-99 në Met Shatri. Nënshkruhet marrëveshja për projektin zhvillimi i shtigjeve për turizëm, kulturë dhe rekreacion në Kalan e Prizrenit. Këtu e përfundojmë këtë edicion informativ, sigurisht për këto dhe lajmet të tjera ju keni portalin tv.prizreni.